Sot jemi në një nga objektet më të reja i cili ndodhet në rrugën Butrinti. Një nga rrugët e cila ka marrë zhvillimin më të madh në sektorin e turizmit këtë 5 vjeçar. Të gjitha bizneset, sidomos ato në fushën e shërbimeve, akomodimit e të tjera, janë kryesisht të lokalizuara në këtë segment rrugor, ku edhe ndodhet ky objekt i cili është në ndërtim. Pritet të përfundojë në qershor të vitit 2026, pra për më pak se sa një vit. Në total, në këtë objekt janë 5 kate ndërtim, nga të cilat 4 kate janë të dedikuara për banim. Të gjitha investimet të cilat janë në vlera goxha të konsiderueshme, ju i keni shumë afër dhe ajo çfarë keni më afër rreth 100 metra, ndoshta edhe më pak, është pikërisht deti, arsyeja për të cilin të gjithë vizitojnë Sarandën, dhe arsyeja pse ndikon në rritje të çmimit të pasurive të paluajshme ndër vite. Në këtë objekt çmimet fillojnë nga 1650 euro metri katror në katet e para dhe deri në 2000 euro metri katror është pikërisht ky penthouse me këtë pamje mahnitse ku ne jemi. Pritet që vitet në vijim, çmimet e pronave të rriten akoma dhe më shumë, pra ju nga ky investim në këtë vlerë për metër katror mund të përfitoni qoftë edhe thjesht nga rishitja, pa marrë parasysh që ju mund t'i shfrytëzoni dhe t'i punoni apartamentet.